Falen të gjitha gjobat e vendosura për gjatë 10 viteve të fundit dhe të pambledhura deri në 15 janar të këtij viti, vendimi është marrë në mbledhjen e fundit të qeverisë dhe bëhet fjalë për gjobat të cilat janë vendosur nga data 1 janar 2015 deri në 30 nëntor 2024. Vendimi i marrë përfshin të gjitha masat administrative të vendosura për ndërtime pa leje, parkim të gabuar apo tejkalim shpejtësie. Po ashtu parashikohet të falet gjobat e vendosura nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Inspektorati Shtetëror Shëndetësor. Fshirja e detyrimeve prek edhe të penalizuarit në muajt e pandemisë. Në vendim parashikohet që strukturat përgjegjëse në nivel qendror apo rajonal sipas ndarjes së tyre të përgjegjësive brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi duhet të përgatisin listat e individëve apo personave fizike e juridik ndaj të cilave nga strukturat përkatëse është vendosur masë administrative e cila rezulton e pa ekzekutuar. Nëse qytetarët nuk do e gjejnë emrin në listë, mund të kërkojnë pranë institucioneve përkatëse që të përfshihen në të. Procesi i heqjes apo fshirjes nga lista e subjekteve të debitorëve sipas këtij vendimi përfundon brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e tij.